Mos harxhoni më para, mjafton një lugë kos dhe dëshiroheni nga këto sëmundje. Kosi është konsumuar nga njerëzit për qindra vitesh. Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt i tij do të sjellë përfitime të konsiderueshme për shëndetin. Kosi është i mirë për humbjen e peshës. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata që të kthehen në zgjedhje të ndryshme, qoftë një ushqim ndërtues në konsumin e përditshëm ose ushtrime të ndërtuese në palestër ose vëzhgimi i dietës suaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por zakonisht kombinimi i këtyre gjërave së bashku sa i përket dietës së shëndetshme, kosi është një përzgjedhje ushqyese shumë e rëndësishme për konsumin tuaj ditor, që mund të luajë një rol të rëndësishëm për ju. Sa i përket të vlerave ushqyese që do të merrni pas konsumit të kosit, ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht që ai të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Kjo për arsyen se kosi është shumë i mirë për shëndetin tuaj të zorrëve. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një jetesë më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe të evitoni gjithashtu rëndesat tuaja të organizmit. Zorët janë përgjegjëse gjithashtu për tretjen dhe thithjen e ushqyesve të duhur dhe lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe konsumi i vazhdueshëm i kosit. Kosi është i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të kockave. Nëse doni të keni kocka më të forta, shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Nëna juaj gjithmonë thonte të pini qumësht për kockat tuaja, qoftë edhe një qumësht i përgatitur në mënyrë natyrale. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera ajo kishte të drejtë, por mund të ketë harruar t'ju përmendë edhe kosin për shkak të elementeve të lartë ushqyes që ka, që mund të luajë një rol të mirë parandalues për dëmtimin e kockave dhe parandalimin e krijimit të dëmtimeve të tyre. Produktet e qumshtit, duke përfshirë këtu edhe kosin, janë burimet të shkëlqyera të kalciumit, i cili gjithashtu është një mineral shumë i rëndësishëm i dietave tuaja. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e kosit si një produkt fantastik për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e dëmtimeve të kockave. Kosi është i dobishëm për personat që vuajnë nga problemet që shkakton osteoporoza. Kosi është i mirë për të përmirësuar nivelet tuaja të humorit. Në mes të problemeve të stresit të punës ose rënies së dobët të imunitetit, përfshirja e konsumit të kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën dhe për të mbajtur larg kështu komplikacionet në shëndetin tuaj. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e kosit të freskët si një përzgjedhje mjaft të mirë për shëndetin e nyjeve. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë për përmirësimin e humorit tuaj. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin dhe një prej tyre është edhe konsumi i kosit. Sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë, më i shëndetshëm me shtimin e kosit në vaktet tuaja ditore. Në ditët e sotme është shumë më e rëndësishme që të keni edhe një imunitet më të fortë, të shëndetshëm dhe të mbani larg infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar kështu sistemin tuaj imunitar është të konsumoni probiotikët që gjenden me shumicë tek kosi. Një nga mënyrat më të mira është duke konsumuar kosin për çdo ditë. Janë ushqime të tilla të cilat do të përmirësojnë traktin gastrointestinal dhe në mbar shëndetin tuaj mund të nxisin një imunitet më të fortë edhe të evitoni komplikacionet. Ekspertët e Healthline citojnë se shtimi i kosit në përditshmërinë e vakteve tuaja ditore do të jetë një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar imunitetin. Bakteret e shëndetshme, siç janë probiotikët që gjenden te kosi, mund të jenë gjëja më e mirë për të përmirësuar shëndetin e zorëve dhe për të nxitur gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore duhet të bëhet në mënyrë të kontrolluar, për të evituar komplikacione në shëndet dhe për të nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit.
Kosi është një nga ushqimet që dietologët e sugjerojnë çdo ditë. Kjo për shkak të vlerave të larta ushqyese që ai përmban. Kosi lufton më së miri problemet e humbjes së peshës dhe gjithashtu mban larg komplikacionet e imunitetit tuaj të dobët. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do t'jetë gjëja më e mirë që mund t'i dhuroni trupit. Të mbani larg shqetësimet e tij dhe të nxisni gjithashtu një imunitet më të fortë. Kosi është një nga produktet më të mira të qumshtit, i lehtë për t'u tretur dhe gjithashtu një rregullues shumë i mirë i shëndetit të stomakut. Nëse ndjeni fryrje në stomak, konsumi i kosit vazhdimisht në përditshmërinë e dietës tuaj mund të jetë gjithashtu një mbrojtje shumë e mirë për organizmin, duke u dhënë një tretje më të mirë dhe duke nxitur një organizëm më të shëndetshëm. Specialistët dietolog kanë cilësuar kosin si një ndihmë shumë të mirë në luftën kundër llojeve të ndryshme dhe viruseve që i kanosin shëndetit. Kështu konsumi i këtij produkti në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i dhuroni shëndetit tuaj dhe mbi të gjitha të mbani larg edhe komplikacionet. Sigurohuni që kosin ta keni pjesë të përditshmërisë së dietave tuaja. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë më të plota dhe mbi të gjitha do të nxisin edhe jetën më të shëndetshme. Kosi është një nga produktet që përdoret vazhdimisht në dietën e personave. Mund të konsumohet ashtu siç është ose i shoqëruar me fruta ose mbëlsuar me produkte të ndryshme siç është edhe mjalti. Ky produkt është një ushqyes shumë i mirë, i cili mund të nxjisë mbrojtjen e shëndetit dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline e kanë cilësuar kosin si një nga produktet bazë më të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni përfitimet kryesore që kosi sjell në shëndetin tuaj, sigurohuni që ta përdorni atë si duhet. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë fuqi plota, efektive dhe shumë të mbrojtshme për shëndetin. Ekspertët e Healthline thonë se konsumi i kosit në mënyrë të përditshme do të ndihmojë trupin tuaj të humbas gjithashtu edhe peshën e tepërt. Sipas një studimi të ri, personat që përfshinë kosin në vaktet e tyre ditore patën një përmirësim më të mirë të djegjes së yndyrës trupore dhe evitimin e këtyre komplikacioneve, duke i bërë që konsumi i kosit pas një vakti mund të nxjisë djegjen e yndyrnave trupore. Kosi ka përmbajtje shumë të lartë të proteinave, të cilët ju bëjnë të ndjeheni të ngopur për më gjatë dhe zvogëlon tendencën për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Kalciumi që gjendet te kosi është një produkt bazë i një shëndeti të fortë dhe si i tillë duhet të konsumohet brenda rekomandimeve të duhura. Kosi është i mirë për personat që vuajnë gjithashtu nga hipertensioni. Studimet kanë treguar një zëri se shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues për problemet e hipertensionit. Gjithashtu ai do të ndihmojë në mbajtjen e trupit tuaj më në formë dhe do të mbajë larg problemet që shkaktojnë edhe sëmundjet kronike. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë në përmirësimin më të mirë të shëndetit të lëkurës. Gjithkush dëshiron të ketë një lëkurë të bukur dhe rrezatuese, dhe shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë çelësi për të arritur këtë sukses. Ndaj konsumi i tij në mënyrë të vazhdueshme do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit të lëkurës, por jo vetëm kaq. Ju mund ta aplikoni edhe maskat me kos në lëkurën tuaj, të kombinuara sipas nevojës tuaj specifike, do të keni një nxitje më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe do të evitoni gjithashtu komplikacionet që i shkaktohen asaj. Kosi është një produkt fantastik që mund të luajë një rol të mirë edhe për shëndetin tuaj të stomakut. Kulturat e gjalla që gjenden me shumicët e kosi janë efikase kundër problemeve të konstipacionit, inflamacioneve të zorrëve, problemeve të zorrës së trash e të tjera. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues edhe në betejën kundër problemeve që shkakton osteoporoza. Brishtësia e kockave mund të jetë një pasojë e madhe për krijimin e këtyre komplikacioneve. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.